Përshëndetje. Në këtë video do mësojmë se si me kriju Facebook Ad. Facebook Ad zakonisht bëhet në dy dimensione, 1200 me 1200 piksela edhe 1200 me 627 piksela. Këtë rast kompliku File New, hapë dritarja, edhe këtu zgjedh minësin mace piksela, pastaj e bëmi 1200 me 1200. Ndërsa klikomi këtu, edhe këtu zgjedhni Color Mode, zgjedhni RGB, për arsye se kjo është projekt digital, edhe rezolucionin e zgjidhni 72 dpi. Pastaj klikoni Create. Na presim derisa të hapet dritarja. Okej, këtë rast do hap kjo dritarja. Tani për momentin është vetëm një artboard. Nëse ju kujtohet në fillim thash që janë dy dimensione, kështu që paralelisht na kena me bëu dizajnin dy dimensione. Kështu që klikoj këtu te artboards. Ju nëse nuk i keni këtu, shkoni shfaqni te Windows edhe shfaqni Artboards. Edhe klikoj këtu New. Tani për momentin janë kriju dy artboards. Do të thonë janë të dyjat me dimensione të njëjta. Po na njonës tash do të më ndryshu dimensionet. Kështu që pasi i krijova domethënë dy artboardsa, klikoj këtu. E selektoj këtë edhe këtu na shfaqet dimensionet e artboardit. Tani, si që përshqetni, është 1200, V-ja është për gjërësien edhe H-ja për të lartësien. Kështu që, të lartësia, shkomi e modifikomi, e bomi 627, Enter, edhe shikoni, kjo bëhet 627 piksela me 1200, nërsa kjo është 1200 me 1200. Nëse klikoj këtu, edhe mu i me largu këtë nga kjo për shama, nëse ju do këtë shumë afër që mundet ju pengu. Okej. Fillimisht po shkojmë me bëu dizajnin 1200 me 1200 piksela. Okej. Pa e marr një formë, këtë rast me tasin e djathtë po zgjedh rrethin. Edhe pa bëj prapërsisht. Po ja heqi kufizimin. Edhe po zgjedh këtu ngjyrën e hend. E këtu ku më vendos një foto. Brenda kësajna. Kështu që afërsisht kështu. Okej. Hapi tjetër po e marr një katror edhe po e bëj afërsisht kështu. Edhe kësajna po ja ndryshoj ngjyrën, po e bëj ngjyrën e kaltër për shembull. Pastaj me Ctrl Alt për ngrej drag and drop. Shikoni. I bëj 2 kështu. Edhe po i selektoj të dyat, edhe po i bëj kështu rotate. Shikoni. Pastaj kët po klikoj Ctrl Shift edhe klopën e mesme për vendosin në fundi, në rrethin. Edhe po e ngrej kështu derisa ta kalon kët. Dërsa këtë, po e klikoj këtu, pastaj edhe me shift edhe të kjo, edhe pa ngrej kështu po e bëj rounded, të më thonë e bëna në mënyrë rumullakt. Pastaj, këto të njëjtën, po i marr, po i kopjoj, po i qesa të kjo tjetra, më thonë me bëj dizajnin e njëjtë në dy dimensione. Kështu që, parafërsisht. Kështu. Okej. Tani, ideja është që dizajni njëjtë me në dy dimensione ndryshme. Kështu që tash të shohim që po punojmë paralelisht. Okej. Tani e kemi këtë opsionin këtu, selektoj, domethënë marr të vegjël, shikoni, e selektoj kët edhe kët, pastaj e klikoj këtë opsionin këtu, edhe klikoj Alt. Shikoj kur e klikoj Alt në më del kursori me minus. Kështu që këtë shkoj e heki duke më shtypur Alt, domethënë e prejta këtë pjesën e padëshirueshme. Njëjta është i selektoj edhe këto dyja. Edhe e marr këtë opsionin këtu. Edhe me Alt shikoni e prej këtë pjesën e padëshiruar në këtë rast. Okej. Hapi tjetër po klikoj këtu. Edhe vetëm po klikoj në hapësirë, domethënë zgjeta katroren, edhe po shëroj 1200 me 1200.
enter. Shikone. Po ndroj ngjyrën që jo për me vrejt dallimin. Pa qes këtu. Tani i selektoj, e kam këtë selektuara, për klikoj me shift kët edhe kët, prapë e marr këtë veglën, edhe me alt po heki këtë pjesën e jashtme, edhe të cenat katërtës. Okej. Këto që e krijova 1200 në 1200 e përdora për mi prej këtu të pa nevojshmet, edhe klikova e bona delete. Njëjta është veproj edhe me këtë. E marr prapë një projekt, e klikoj 1200 për shembull 1200 me 627, e marr këtu, edhe pastaj e selektoj kët, me shift kët, edhe marr këtë veglën, edhe shtypi alëtën, e prej këtë pjesën e pa dëshirume. Shikone. Tash e selektoj kët edhe e fshi, se këto e përdora vetëm në thonë këtë formën. Tani në kam hetë me shti fotografien këtu edhe me vendos për shembull tekstin. Okej, po e minimizoj, e kam një fotografi këtu, po e drag and drop, edhe po e shti fotografien këtu. Edhe tani, po klikoj për bëj embed, fotografia let integrohet të mrena Adobe Illustratorit. Pastaj, që të li alë të po e ngrej për i bëj 2 fotografi, një për këta, një për këta. Okej. Tani, po shkoj, edhe po e zogloj me shift, dhe më thonë njërë proporcionale, diri këtu dikun. Okej. Tasht, që të lërë shift edhe klapën e majt, e qoj fotografien nër fundi. Shkone, në rritë pa. Tasht, e selektoj fotografien, pastaj me shift edhe këtë frame e hand, këta, edhe shkoj me tasin e djatë, edhe klikoj make clipping mask. Shikone, fotografia hen mrena kësajna formës. Tash nëse klikoj 2 herë, prap, muj me shku me rritë fotografien. Shembull kështu. Edhe pas e vetëm klikoj këtu, shikone, prap fotografia në mrena frame-it. Okej, këtu po e vrej një detajt vogël, kështu që këtë vetëm po e shty kështu. Këtë rast po e rriti. Shikone, po e klikoj këtë opcionin këtu, edhe këtë pikën edhe po e ngrej kështu, që të letë mbullohet që kjo hapësira. Okej. Tani njëjtë edhe këtu ku me shti fotografien, kështu që shkoj kështu. E zogloj fotografien pra përsëri deri sa është kjo vija këtu. E lëvizi poshtë. Edhe pastaj prap tash me të lë shift edhe me klap majtas e vendos me fotografien në fundi. Pastaj e kam selektuar fotografien me shift, klikoj e selektoj, domethënë edhe këtë pjesën e hand, me tasin e djathtë klikoj make clipping mask. Shikone si futet fotografia brenda. Tash të kemi kohën me vendos tekstin, kështu që po klikoj të jënë, vendos tekstin, po klikoj këtu, edhe po shënoj për shembull 24 tje për 7, edhe po e rriti, shikone, e rriti tekstin. Këtë rast fontin për zgjeti Roboto, jo më një zgjeni font tjetër, se nëse nuk keni të instaluar, edhe po zgjeti bold. Po marr tekstin për vendosi këtu. Kështu që ctrl A të po ngrej tekstin drag and drop, po klikoj 2 herë me editu, ctrl A edhe po shënoj tash tekstin tjetër. Po selektoj, domethënë tash tekstin, edhe shkoj këtu te karakteret, edhe bëj të këtu, all caps këtë me shunja të moja. Dërsa këtë rast këtu, po ja heki bolden, edhe po bëj regular. Me shift, pastaj po shkoj për zogloj njërë proporcionale. Shikone. Edhe këtu dyja, po vendosi center.
Ta provoj me ngjyrë të bardhë. Po, më bukur. Ne vendosi kështu përpërsisht. Tash këtë edhe këtë po i selektoj edhe cili ALT i ngrej drag and drop o bën në kopje edhe pastaj po i vendosi këto. Po këto janë dimensionet më të vogla, kështu që shkomi i zvoglomi. Shikoni. Okej, përpërsisht kështu. Tash e kemi vetëm një tekst tjetër. Me vendos. Tash prap po e marr tekstin nga këtu ose që po e marr edhe tash këtë rast po e shkruaj si paragraf, domethënë text box. Po e mbaj shtypur, po e zgjedh hapësirën ku do më shkruaj, pra forcësisht kjo. Adobe Illustrator zakonisht na vendos një tekst për demo, po e selektoj Ctrl A, bëj delete, apo e shënoj një tekst tjetër, ëh. Okej. Tani këtu e kam mundësinë me rrit tekstin. Afërsisht. Kur na del teksti, kështu me domethënë me vazhdimsi me lidhse, nëse nuk dëshironi, e kemi këtu te paragrafet. Nëse nuk i keni paragrafet, prapë i gjeni te Windows edhe ja heqni kët. Shikoni, kjo që është me lidhse, edhe tani nuk bëhet me lidhse. Selektoj tekstin, e qes këtu align right, domethënë me dal djathtas, ndërsa për shembull këtë pe selektoj edhe këto po du me vequ, po e bëj bold në këtë rast. Shikoni, edhe kë është për shembull teksti, muj me edhe pak me po kështu për shembull këtë rast. Edhe Ctrl A po e rriti edhe pak. Shikoni. Pra forcësisht kështu. Pastaj Ctrl ALT kursori ndryshon formën edhe ngrej kështu drag and drop edhe vendoset teksti edhe këtu. Shikoni tani e kemi dizajnin e njëjtë në dy formate të ndryshme. Tash ka koha për me rujt. Fillimisht klikomi file save as. Është mirë me rujt filen editable, domethënë që na nevojitet neve. Kështu që po e ruaj një folder të ri, edhe e ruaj për shembull add Facebook add file formati Illustrator, që nëse kemi nevojë me editu kët, e kemi filen edhe çdo herë mund me editu. Po për m'ia dërgu klientit ose për me përdorur në rrjetet sociale nuk e përkrojnë formatin Illustrator, apo klienti nuk mundet me hap formatin Illustrator. Kështu që na do të më ruaj to si fotografi. Kështu që për më ruaj si fotografi shkomi file, export, edhe për shembull kemi save for web, çdo. Klikomi apo Ctrl Alt Shift S. Këtu e zgjedhmi formatin. Këtë rast e zgjedhmi formatin JPEG, edhe këtu te quality e lëmi 100%, le të jenë cilëteti sa më i mirë. Klikomi save. Shikoni këtu na dolin sa me sa i ka për dimensionet. Nëse shkojnë desktop të folder që krijova new folder, për shembull tash të ruaj Facebook add edhe 1200 herë 627. Save. Pastaj klikoj edhe kët. Prap shkoj export save for web, apo mundoni më pësu shkurtesat, janë ma shpejt e kryeni punën. Alt Shift Ctrl S. Hapo dritarja, falë se nuk e zgjedha. Këtë tash në zgjedh. Export, save for web. Shikoni tani më del kjo 1200, e ruaj. Sikur kjo veç ja bëj këtu 1200, save, u rujt, pa e mbylli. Edhe te folderi desktop këtu, new folder. Tani i kam filen Adobe Illustrator, edhe i kam këtu dyja si fotografi. Kështu që nëse i hapi, shikone, kjo është e gatshme mu eksportu, apo falni, është e gatshme mu publiku në rrjetet sociale, apo për m'ia dërgu klientit.